Mirëmbrëma të nderuar shikues të platformës më të madhe në vend Art Motion, si dhe televizionit numër 1 në vend Klan Kosova. Tashmë një rrugtim i ri sapo ka filluar, ku bashk do t'jemi në një podcast 1-1, ku bashkë me juve do t'jem unë Ulfiana Emra dhe nga përvojat në fushat sportive, tashmë në përvojën gazetarin sportive, do të kalojmë në rrugtimet të sportistëve, në rrugtimet të atyre të cilët kanë kontribuar në shumë sferat të sportit. Po e nisim, si që po e shini, me basketbolin, sportin më dashur për mua personalisht, normalisht pasi që e dim një karierë 15 vite në fusha sportive dhe tashmë 7 vite në televizionet tona. Ky gërshëtim është më perfekti për të nisur një rrugtim dhe për t'i dhënë ekraneve tona diçka të re. Sot në premierën tonë e kam kënaqësinë që ta kem timonjerin e basketbollit kosovar, kryetarin e Federatës së Basketbollit Arben Fetahun, me të cilin kryetar po e nisim një rrugtim të ri dhe personalisht mendoj që person më të përshtatshëm dhe më kompetent për ta nisur këtë emision në kohë. Faleminderit që nisonte për ta nisur këtë rrugtim të ri. Faleminderit ty për ftesën, kënaqësi gjithmonë me bashkëbisedu me pjesë të komunitetit tonë. Po të uroj sukses, inshallah shkon mbar, dhe jam i bindur në fakt që këto bashkëbisedime do t'i sjellin publikut diçka që sigurisht nuk e kanë ditë. Ky sistemi i podcastave do të thotë është një medium në rritje gjatë tërë kohës, dhe me thonë të drejtën për mua është shumë i përshtatshëm dhe shumë i dashur, për shkak se në realitet mu i me fol më gjërë gjatë se sa do herë që kemi fol në për studio televizive, ku minutat janë të shkurt, pyetjet janë të caktuara, do të mu më pëlqen ky medium me të drejtën. Pikërisht nuk ka pyetje, nuk ka skenar, nuk ka asgjë, do të flasim gjithçka rreth asaj që ndodh në basketbollin e Kosovës. Pra, kjo pjesa e parë do të jetë pak a shumë duke i prekur edhe temat aktuale, por më tepër besoj kryetar që ana personale dhe gjërat që ju nuk i keni shpalosur më herët do të jenë në interes të publikut, edhe pak kena mi unguc, nuk kena mi ulshu edhe pa unguc, por e thash, e kemi diskutuar kryetar edhe me kolegët tanë, gazetar tjerë, nuk ka kryetar më të përshtatshëm se sa jo, ta kemi në emision. Edhe kjo e bën edhe më të lehtë punën, sidomos në këtë rast punën time në këtë podcast. Kështu që faleminderit fillimisht që jeni kaq i hapur gjithmonë për media edhe jeni gjithmonë i gatshëm të i përgjigjeni pyetjeve tona. Me tonë drejtun mediat i socialat, dhe me tonë, ne medjave ja atribojmë një pjesë të madhe të këtë popularitetit të sportit tonë. Unë personalisht e konsideroj dhe të që pa fuqinë e medjes mrapa, ta shpërshojmë tërkohën dhe të që ka disa format të reja të medjave të cilat në rinin tem nuk kanë ekzistu fare, për ta që mbo shumë të rëndësishme, si që është edhe kjo ku jemi ullën sante unë e te. Unë kam qenë gjithmonë i hapën dhe vazhdojt jemi i hapën për diskutime me medjat edhe për me i shfrytëzu mediat në realitet për me plasu ato që është e rëndësishme për ne. Kjo e sontë mja, kjo është diçka e veçantë, për shkak se këtu jemi për të folë për ato që dojmë me folë në një moment të caktuar, jo për ato që në realitet duhet me folë, se mediat zakonisht shfrytëzohen për ato që ti dojmë me plasu si një informatës, se që media si një nevojitet në anën tjetër për me e thonë ti. Sonte, të shohim se si të shkoj edhe këtë rrugtim, për mu, po thomë është kënaqësi që t'jam këtu, dhe po më vjen mirë që e keni këtë vlerësim edhe tjetër kolegët. Për mu është vlerësim i madh, për shkak se besoj që një prej atributeve kryesore që duhet të ketë një udhëheq si çfarëdo segmenti të jetës, është të qenë i hapur, transparent dhe të qenë i sinqert. Unë nuk e kam zakon me i mshef të këqijat. E kom zakon me i thonë, në dhe kur jam i pak nashëm në diçka me thonë, jam i pak nashëm, po ka ndodhë, edhe kemi bo një gabim, edhe kemi marrë një vendim të gabushëm, edhe është gjatë gjithë kohës, mendoj dhe thëtë që kjo punat të cilën e bojmë në menaxhim dhe në administrim sportit, nuk është e lehtë, nuk është që ekziston një rrugë të trasuar ma herët, edhe me thonë, veç një që tru kime pa sukses pa tjetër, se cili vend, se cili komunitet i ka ato karakteristikat e veta, na shkojmë, provojmë diçka, ja huqim pak, kthejmë, bojmë diçka tjetër.
gjindet një rrugë drejt edhe drejt Absolutisht. suksesit edhe gjërave të bukura. Edhe drejt mos suksesit ka një regjim rrugën. Ndodh gjithnjë. Po ja Ata që- uljet e ngritjet janë pjesë e jetës në çdo aspekt, po kjo është një virtyt i madh dhe ti pranosh ato gabimet edhe fillimisht ti je vetë kritik edhe këtë e kemi vrejtur kryetar Po vjen mirë. edhe te jo. Kryetar, flasim pak për temat aktuale edhe për sezonin në përgjithësi. Normalisht play-offi si gjithnjë i zjarrt i basketbollit kosovar, ka marrë tashmë basketbolli gjithë atë vëmendjen edhe që e meriton realisht. Ju kemi parë që keni munguar në palestra kohët e funit. Edhe te femnat kryetar ta kum qitë minus që si e kon, nuk e di pse si e kon, po që aty një minus të madhe. Pas arsye. Okej. Mungesën me arsye. Mungesën me arsye, po ta kum qitë minusin se ka qenë një finale për të mbajtur mend. Edhe tek femnat e kemi parë një rivalitet që nuk e kemi parë ndër vite, lojra të bukura, publik, gjithçka fantastike, po në anën tjetër tashmë po i shohim edhe gjysmëfinalet, se cila më e mirë se tjetra. Normalisht ka aty këtu edhe gjëra që nuk na pëlqejnë, gjithsesi si i keni parë gjitha këto ju deri në këto momente. Mas pari duam më arsyetu për Po, mungesën, në ndeshjen e fundit finalet të femnat. Unë në realitet kam qenë në angazhimet e mia si antar i bordit FIBA Evropës. Kam pas për detyrim, me thonë ashtu, me qenë në Saragossa atë vikend, dhe s'kam mujt me qenë këto, po e kam përcjell, e kam shiku. Në të njëjtën kohë në realitet, në një moment e kom zonë vetën në dhomë të hotelit, do e shiku lojën e femnave në një medium, edhe lojën e meshkujve në mediumin tjetër, se kemi pas në të njëjtën kohë, të dy ndeshje të rëndësishme. Po, për fatkes s'ka mujt me qenë aty, e din, ti bile e din, besoj edhe shumica e komunitetit e din sa i rëndësishëm është basketbolli femrave për mua, se i femrave në basketbol është ma mirë me thonë se i basketbollit femrave. Edhe mendoj që pjesë e detyrës tem është në realitet me qenë i pranishme për ndeshje. Po marr parasysh këtë peshën e këtyre ndeshjeve. Po saqështë to ka fundi sezonit, do të kam konsideruar që është më e rëndësishme me tentu mi këshyrë gjitha. E për me i këshyrë gjitha, e kom të pamundur me qenë në një palestër dhe me po edhe ato të ndeshjes tjetër. Na fatmirësisht këtë ndeshjet i kemi në transmetim televiziv, kështu që po përpiqem me i përcjell gjitha, me po apo shkon gjithçka ashtu siç duhet. Është edhe e mirë edhe e keqe kjo çështje, se e keqe është se jam më larg paksa terrenit, po e mirë për mu personalisht është se jam në gjendje me përcjell çfarë do brenge që e ka cili do prej klubeve lidhur me pothuajse cilën do situatë. Tash me të thonë të drejtën, i shoh nuk është që kam bërë në farë statistike, po besoj te Superliga e meshkujve mes 80-90% këtë ndeshjeve i shikoj, i këshyre, që është shumë e padëshiruar për familjen tëm, po është dëzgjazim edhe për atë pjesë. Diçka që unë e konsideroj si pjesë të punës tëm që e kam. Kështu që tash veç me gjysmëfinalet, veç kemi mri në momente kur jam në gjendje me shkollë mi përcjell. Nuk kë periudha e pranverës është shumë e rëndë me këto angazhimet edhe me çdo timet që i kam si pjesë e bordit FIBA-s, domethënë unë nuk do të jem këtu për shembull për tashmë dihet për finalen e dytë dhe të tretë. Për shkak se kemi sërish angazhim, i kemi kuvendin e përgjithshëm, e kam bordin i ditë para asaj, është Final Four i Basketball Champions League, ku duhet jem si antar i bordit. Kështu që ka shumë angazhime dhe shumë udhëtime, të cilat nuk më lojnë me qenë ton kohën i pranishëm nëpër palestra, po të qenit në palestër edhe ka edhe një të mirë edhe një të keqe prapë. Se mundësh me e pa edhe me ndje lojën, ashtu që shkemi qef, se na që jemi njerëz që kemi kalu kohën të rëndë, do të ti e ndjen nevojën me qeni pranishëm aty, po kur e shoh në TV me slow motion, me përsëritje, me kësi, atëherë më gjendje me kohën nga një herë ma i relaksum, se e di që s'kan gabu dikush në organizim apo refert apo diçka në gjashëm, e nga një herë veç me vlu edhe 5 vesh ma shumë, se e di që ka gabu, edhe s'po e sheh, edhe nuk e ka po asë në rishikim, edhe kështu po, me tonë të drejten, për mu, unë e kom gjetë vetën në qëtë formë, jam ma interesu me qenë i pranishëm në të gjitha virtualisht, ose në shumicën për tyre virtualisht, se sa me përcjell diku në teren. Edhe qenit në teren, ta shë ka edhe një mangësi tjetër. Nëse shkoj në X qyteti,
po nuk shkojnë një psilon qytetin, atëre no, me njerë aty do me të njerë me thojnë njerë për kriot, po, do të ka qef, këtu këta i ka shok, mu s'u kanë shok. Unë jam mas mire. vërtet këtë komunitetin tonë besoj që jam Kryetar, shok me krejt. mas mire me mgu mu në komentem, edhe me këqyt për shpis, kështu që unë i përsëris sanet ka 5 herë, që dhe si shaj, kështu që besoj që ma mirë pjo bjenë. Unë po vazhdoj mu majtë qështu, me televizor edhe me juve në komentem. Kryetar, për dallim me vite tjera, i kemi parë 8 skuadra, të cilat, me thonë edhe i fundit, e kam poshtur, e kemi parë vllaznimi që tashmë vetë se u largua nga Superliga, e kam poshtur Trepçën që ishte lider, Raoveci ka shkaktuar probleme, gjitha ekipeve, aty kanë qenë ullje ngritje për gjitha skuadra gjatë gjithë sezonës, a keni parë ju personalisht rritje të cilësisë, apo baraspeshim të ekipeve në perspektiven e juaj si ka qenë kjo sezon përgjithësi? Rritje cilësisë ka çdo vit. Çdo vit klubet tona janë më të forta, çdo vit klubet tona vazhdojnë me investu më shumë, çdo vit sjellin lojtar të huaj më të mirë. Ajo çka nuk muj me vrejt, ose çka nuk muj me pa për momentin, është ngritje të cilësisë të lojtarëve tonë vendor. Po. Po, ky baraspeshim të cilin e kena pas vitin e kaluar ka qenë edhe jo veç të kaluar, por para kaluar kemi pas pothuajse një, domethënë deri 2-3 gjiro para fundit. Kemi pas 8 ekipe në garë. Ky baraspeshimi i vitit kaluar do të ka qenë shumë interesant edhe për një fakt se veç 3 ekipe kanë pas skor pozitiv. Në fund stinorit të rregullt. Domethënë edhe ato skori pozitiv për ekipën e tretë ka qenë për një fitore. Një fitore humbje nëse zgaboj dallimin. Kështu që kjo bën që me qenë gara më e përafërt dhe më e paparashikueshme, që është një prej nështë anëve më të mira, më pozitive të sportit tonë. Në anën tjetër, ka bë që me pas një situatë në fund, që neve në federatën ka shkaktu kokëqarje. Pikërisht, edhe gjithve realisht, gjithë kanë qenë duke pritur çka po ndodh, kush po largohet, edhe ne... Jo, brendam, ajse nuk bëhet ashtu thëshin, nuk bëhet, nuk ndodh kjo që me pas 3 ekipe me 3 fitore, 3 humbje. Ndodh. Në fakt me numër të fitore të humbjeve të barabata, gjithçka baraz, dhe në fund me u dash me u kap dikun për me caktua i cili shkon tutje, i cili ju. Situata ka qenë e ngjashme dhe nëse s'ka bëjnë në vitin 2021. Kemi pas situatë ngjashme. Kur atë botë, do me thonë, sërish vllaznimi ka pësu. Ka qenë Prishtina, Trepça edhe vllaznimi, Prishtina shkon play-off, Trepça luan play-out, edhe vllaznimi vjen prej ligës. Vllaznimi. Po më thejet zemra, kryetar, po më delaj Gjaku i Gjakovarës mrena, që kom... Edhe atë ditën Gjakov ju më konë, une pikrish në komentim të asaj ndeshje, do me thonë, kur i kom pa krejt ata njerës, krejt ishin konë në telefona, të prit më krya i lojën vazhdime. Qëfar qëtësie, do me thonë halo, edhe më shme. Triller të tillë është vështirë edhe me jabu skenarin, pikrish. Edhe me udheq, me dash me bo diçka të tillë është të vështirë me bo. Gjira e fundit, vllaznimi atje po fiton për kundër faktit që shkoj rezultati +5, -8, +8, edhe fiton në fund. Në anën tjetër, Raoveci në vazhdime. Edhe, do me thonë, edhe 5 minuta mas përfundimit stinorit të rregullt në Alo nuk e dishëm kush. Fakt. Qa ka ndodhur aty është që na e kena pas një anomali në tash duhet me përmend pak. Tham që kam folur për edhe për jo bashkë më të mirat, apo. Kjo është edhe arsyeja, do të prekim edhe ato tema që në kjo normalisht ka gabime, gjithë ka gabime, gjithë kush mundet me gabu, edhe paqartësi, edhe situata si kjo, si që është që ka ndodhur për herë të parë, dhe normalisht gjithë kush mbrin me një pikë që tash po ballafaqohemi me diçka për herë të parë, do të me gjetë një zgjidhje për herë të parë. Kjo po besoj që ju ka ndodhur edhe juve si federat. Në realitet, domethënë ajo që ka ndodhur, që na kemi pas prej nështë që 4-5 vitet e fundit atje dikon një nën propozicionet tona në garave, cili ka qenë për shkrim i gabuar i rregullave të lojës. Pak a shumë, teknikisht. Jo në substancë, aq sa ka qenë teknikisht ka që shkruan. Edhe këto e kam përmendur edhe mbledhjen e fundit të bordit, ku natyrisht kemi të përfaqësues vllaznimit, dhe i kam treguar, kam thonë shefe, krejt kjo situatë unë muj me një keqardhje për faktin që e kemi kriju për shkak të problemeve brenda federatës. Vetë kemi kriju problemin me këto. A ka qenë e qartë? Ka qenë e qartë. Po. E keni ditë, se keni përballë me njëjtën situatë edhe para 5 vjetë. Po. Njëjtë, kështu dhe keni ra. Po tash,
me qenë në vend vllaznimet edhe me pa unë me profesionin më rreth, me pa në një loophole të tillë, një mundësi të tillë teknike, në propozicione, në akte normative, edhe unë kapna, sakt në to dhe e njeke deri në fund. Edhe ata e në ka, po do të thotë na kemi pas rregullat e lojës e përcaktojnë se kush shkon në raste të tilla. Në realitet e përcaktojnë se kush shkon edhe në raste kur kemi më shumë se 3 ekipe me numër të njëjtë të fitoreve dhe humbjeve, dhe të relacionit ndërsjellë, dhe të pikëve e tjera, do të jenë 8-9 skenarë të ndryshëm. Rregullat e lojës janë të zbatueshme për neve dhe na atje themi edhe në propozicione dhe në statut dhe gjithçka që në rast se ka mos përputhje mes propozicioneve dhe rregullave të lojës, që i miraton FIBA, jo ne, këto mbizotrojnë. Kështu që kam një keqardhje vërtet, do të nisha keqardhje cila do për këtyre ekipet binte, se gjitha kanë luftu maksimalisht. Një gjë që është e sigurt është që një ekipe si Vllaznimi, do të humbja një ekipe si Vllaznimi për Superligën është humbje e madhe. Gjitha ajo atmosferë, gjitha atë punë të cilën e kam bërë, unë kisha dashur me menu që ata do të vazhdojmë punu, në realitet këtë zotim edhe e kemi që do të vazhdojmë punu, do të japin maksimumin në cilin do nivel të garimit që janë për vitin tjetër. A ka shans kryetar me met Vllaznimi në ligë, pasi kjo u fol e u stërfol kjo temë fakti i zgjerimit të ligës. Po besoj që tashmë me skuadrën e Vllaznimit janë zgjidhur të gjitha problemet, pasi i keni qartësuar, ka përfunduar gjithçka. Por tash, a ka shans këtë edicion bordi ndoshta me hap si temë edhe njerëz zgjerimin e ligës? E dim që edhe në ligën e parë kemi pas skuadrën e Proton Cable Prizrenit edhe Dritës, një organizim shumë të mirë. Proton Cable Prizren e dim çfarë skuadër është, e dim që i ka dhënë gjithmonë vlerë Superligës sa herë që ka qenë pjesë e Superligës, ka pas organizim, ka vazhduar, do thotë, të ketë organizim të mirë edhe në ligën e parë. Kur e shtojmë këtu skuadrën e Dritës, e cila tashmë është edhe pjesë e Superligës, edhe ata kanë bërë një punë të mirë dhe janë zotuar që do të bëjnë një punë të mirë, duke i marrë parasysh kryetar organizimet e klubeve aktualisht tashmë Proton Cable Prizreni edhe Vllaznimi, a kish pas mundësi diqysh mja bo diqysh ka një vend si simforesh tu ka një vend mja bo zë nështë bod mirë, për prëvojna nështë hera por në del mirë. Përgjigja e shkurt është po. A kish pas mundësi, ka mundësi. Shumë për pëlqen kjo përgjigje. Tash duhet më kthynja trapa mrapa. Në realitet kjo temë nuk është diçka e re, do të thotë më shumë është nështë mos me tonë trumpetu, po është përmend më shumë prej gazetarëve sportive dhe prej kuloareve të ndryshme basketboldarëse, jo njerëz jashtë sportit. Të cilët kanë thonë që është mirë me mendu, me riportri, me ngrit, me i bë me 10 ekipe e tjera. Unë po të thëmë kështu sinqerisht, na e kemi një problem. A i kemi 8 në Superligë, të cilat mujnë me garu si vjetë, ato të cilat e kanë fitu të drejtën sportive, Raveci me mbetjen ligë, Drita me hyrjen në Superligë, a i kemi 8 ekipe në prokratit Superligë, të cilat mujnë me garu ashtu si çdo të me plotësu gjitha kushtet e licencimit për vitin tjetër. Kjo është pyetja numër 1. Nëse i kemi, atëherë na 8 që ne dim kush kam qenë. Edhe muj me fol për kyçet eventuale të reja. Por asnjë vendim të cilin na e marrim për Superligën si të tillë, nuk është që është pa ndikim në liga tjera. Në kudo që të prekin në zinxhirin e këtij ekosistemit basketbollistik, ka me prek edhe dikun tjetër. Nëse na e bëjmë Superligën me 10 ekipe, që unë kisha dashur me pas në Superligë ekipe si Proton Cable Prizreni, ekipe si Vllaznimi, patjetër që po. Kjo dëmton garimin ligën e parë. Ligën e parë, po. Nëse e bëjmë ligën e parë dhe ligën e dytë bashkë, i bëjmë 12 ekipe, 14 ekipe aq. Atëherë incentiva e garimit në ligën e parë është pothuajse 0, përveç se për të qenë kampion. Nëse e bëjmë Superligën me 10 ekipe, neve na duhet që t'i kemi në këtë konstelacionin prej 10 ekipeve, t'i kemi së paku 70 lojtarë vendor të cilët janë të aftë me lujtat. A i kemi? Nuk i kemi. Faleminderit. Ne këto vlerësime dhe këto baraspeshime i bëjmë çdo vetë. Nuk është kjo diçka e re për si vjet. Si vjet jemi me fat për shkak se kemi edhe ekipën që ka ra, edhe ekipën që ka qenë pretendente me hyrje, nuk ka hy në terren, i kemi të afta për me lujtë në Superligë. Po tash unë e kam fol para bordit këtë çështje me Vllaznimin. E kam thonë, nëse ju jeni të gatshëm në këtë Superligë, na duhet me e ditë. A mundët me u bo kjo, as mundët me u bo, në fund nuk e di, po bile s'paku na duhet me e ditë.
Një takim unë duhet me majtë me njerë mas përfundimit stinorit tash, edhe me përfaqësues të dritës. Sepse ata duhet me pa, a janë të aftë me lujtë në Superligë apo jo. Nëse janë të aftë me lujtë në Superligë, na duhet me pas minimumin, me plotësu tetëshën, edhe me mendu për këto të tjera. Një gjë që nuk mendoj që është e rrugës me e bo, është me pas numër tek. Po. Të ekipeve. Këto nuk isha dash me bo për shkak të pauzimit, edhe për shkak se humbim shumë gjiro dhe humbim shumë kohë. Në anën tjetër, një gjë që duhet me e ditë të gjithë, është se ne investojmë jashtëzakonisht shumë në Superligë. Jashtëzakonisht shumë. Do me thonë, prej pareve të cilat i marrim prej sponsorëve, do të investojmë gati 60% në Superligë. Në një nivel. A në produksion televiziv, a në referim, a në delegim, a në siguri, a në sistem të reklamimit, e tjera. Nëse ne e shtojmë prej 8 në 10, neve në start në ashtohen dikon rreth 40 ndeshje ma shumë për vetë. 40 ndeshje ma shumë për vetë, për ne për momentin, marrë parasysh faktin që edhe një lajmë tjetër, që nuk është lajmë, po do të të një gjë tjetër, një fakt tjetër, është që ne jemi problem financiar të ashe sa vite, për cilë së mujnë me dalë, me shtu edhe këtë fond të ndeshjeve të Superligës, nuk ka mundësi. S'kemi mundësi me përbalu sot në këtë sistem të cilin jemi sot duke funksionuar. Kështu që ka shumë faktor të cilët duhemi me marrë parasysh. Nëse e ndrojmë numrin e ekipeve në Superligë, ne duhet me ndru edhe ato që është lejesa për lojtarët e huaj. Nuk muj me mendu, do të që muj me majtë Superligën me 10 ekipe, ose ma shumë ekipe, e të majmë numrin e njëjtë të lojtarëve të huaj. Duhemi me leju ma shumë. Ma shumë. E kjo tash ka një farë kundër efekti tjetër atje. Kështu që ka shumë sende, një gjë që për çka na jemi marrë vesh, është që këtë diskutim me bo brenda bordit, me një herë mas përfundimit të këtij stinori. Kështu që a ka mundësi? Ka mundësi. A do të bëhet? Nuk e shoh qysh sot. Po duhet me mendu, do të jetë një prej opsionet të cilat janë në tavolinë. Muj me thonë që ka pas shumë zëra kundër, po ka pas edhe plot zëra por kësaj pune. Kështu që duhemi me mendu të gjitha, edhe me ardhi të një përfundim, po jo sot. Edhe një muj ma vonë. Gjithsesi, kryetar, ju na japët neve këgja shumë përgjigje për këtë, tash unë atë punë e mora, që aty komet, po shpresoj pasi që me të vërtet skuadra mjaft simpatike janë edhe vllaznimi dhe Proton Cable Prizren, megjithatë edhe gjithë këto probleme që i përmendet, to qëndrojnë, e dim probleme me lojtarët vendor. Kryetar, kisha dashur t'ju pyes edhe pak kush ju ka befasuar këtë edicion për të mirë, ndoshta, cila nga skuadrat ju personalisht që e keni parë që ka bërë punë të mirë. Pasi e dim Trepça, e dim çfarë standardi. Trepça s'ka befasu kërkan. Kërkon, se puna e mirë e Trepçës nuk e befason kërkon, bashkimi është në rrugë të njëjtë, kush ju ka befasu për të mirë, po ndoshta edhe kush për të keq. Me rezultatet arritura sportive, me punën që ne kam bërë me një grup shumë të vogël, dhe me një përkrahje të vogël brenda një qytetëze të Kosovës, më ka befasu për të mirë Raoveci. Po. Do të me ta thonë të drejtën, do me thonë kom pas dyshim dhe kom qenë pak, do me thonë shumë i hezitus në fillim të stinorit kalum, sepse bile i kom pas 2-3 takime me ata djenë, do të para me indritin me ekipën e vetë, para fillimit stinorit, do kom thonë, inshallah keni me mujtë me e shtyjtë deri në fund. Po. E shtyjtën deri në fund, bjetun, arritën rezultat sportiv, e patë edhe vetë se çka do të thotë kjo për ta, që arritën këtë rezultat, vërtet, ai shpërtim emocioneve të bën, se cilin e bën me emocionu bashkë me ta, pikërisht. Edhe mendoj që punën e mirë që ne ka bërë, do të ju ka shpagu. Trepça dhe bashkimi kanë pas stinor të jashtëzakonshëm, por mos ta na shkalojmë edhe faktin që Borra ka pas një stinor shumë të mirë, mas një fillimi jashtëzakonisht keq. Domethënë nuk është që i ka merituar mi hub gjithë ato ndeshje varg në fillim, se ekipën e ka pas relativisht mirë atëherë, po punën që ne ka bërë me konsolidim, se ka një herë nuk është vështirë, kur të nisë vështirë me e qu deri në fund. Po është shumë vështirë me u kthy, me e kthy do të të një ortek i cili është duke zbritë të poshtë me shpejtësi marra mend se ti me e kthy prapë të naltë, kjo ka qenë një punë shumë e mirë. Tash me rezultatet cilat i kanë arrit edhe Ylli edhe Prishtina, besoj do të të që nuk janë të duhurat për to. Peja në anën tjetër e ka bërë një punë të mirë në faktin që ka lënë gjysmë finale, e mundi Trepçën në atë ndeshjen e dytë finale, pa të 2 ndeshje tjera të ngushta,
ndeshje edhe të denja për nivel Për nivel gjysmëfinales. Këto janë do të sakta të që thështë edhe trajneri tyre pas ndeshje. Këto janë ndeshje në cilat përfundimisht vendosin 2 posedime, 3 gabime që janë bërë, disa gjyti të lira edhe kaq, do të thotë kjo dallon fituesin prej humbësit. Ne barazim nuk kemi në sportin tonë. E vërtet. Me të vërtet një punë e mirë në përgjithësi edhe gjithë ato se çka i kanë dhënë gjitha skuadrat basketbollit ton, kisha dashur të ndalem të 2 ekipet e Prishtinës, Bora, Sigal Prishtina. Kryetar, si e shihni situatën në Sigal Prishtinës? Pasi u stërfal, u përmendën shifra maramendse, unë e di që ju diku brenda vetës e keni një dashuri ndryshe për Prishtinën, për faktin që keni qenë vetë edhe pjesë e skuadrës së Prishtinës, por është mëkat edhe për gjithë basketbollin e Kosovës që Prishtina të arrijë në një pikë të cilën e pam këtë sezon. Është për keqardhje, patjetër, do të thotë, gjithçka që po ndodh me klubin sot. Është keq, e ka ndonjë një pasqyrë të keqe në fund me ato ndeshjet çerek-finale ndaj Borës, do thotë, mendoj që megjithatë është dashur të mbahet ekipi deri në fund edhe të shtyhet deri në fund. Ne kemi pas një situatë me Proton Cable Prizreni vitin e kaluar ku 3-4 gjiro para fundit e ka pas siguruar me ramjen nga liga, edhe ka marrë ekipën dhe ka luftuar deri në lojën e fundit, deri në minutën e fundit, pa marrë parasysh se s'ka pas efekt rezultati, do të thotë në e ka respektuar ligën, e ka respektuar garën ashtu deri. Me të thënë të drejtën, nuk është që kam ndonjë kontakt këto javët e fundit që kam pas kontakt drejt për drejti me klubin e Prishtinës, po ndëgjoj ashtu siç po ndëgjon edhe ju, do të thotë informata për jashtë që ka rrezik, do të thotë që borxhet që janë akumuluar te kalojnë nivele astronomike që do të jenë të vështira për të rikuperu. Një gjë që ne kemi bërë në bordë është që ne kemi kërku prej Prishtinës dhe prej PS me mbajt kuvendet. Kuvendet zgjedhore, sepse arsyeja vetme pse nuk kemi insistuar në një gjë të tillë sepse s'kemi dashur me ndiku përderisa të ketë garë, domethënë s'kemi dashur me ndiku tek asnjëra prej ekipeve, do të thotë që me bëj çfarë do turbulencë atë. Kështu që tash ato të dyja duhet i mbajnë gjatë muajit qershor, unë shpresoj do të thotë që udhëheqësitë qofshin të reja apo konfirmimi i udhëheqësive të vjetra brenda këtyre klubeve do të ndërmarrë këtë hapat për ta çuar përpara konsolidimin e klubeve, sepse ajo është ajo që nevojitet për momentin. Në momente kur ka telashe të tilla, kur ka probleme të tilla, atëherë është e pamundur që të mendohet apo të shihet më larg se sa hunda jote, kështu që mirë është vetëm ato probleme që janë super akute. Unë them që Prishtina i duhet basketbollit Kosovës, jo pse është klubi jam, po pse është klubi më i trofeshëm, nëse s'ka bëj ende, do të thotë që është një prej 4 qyteteve kryesore ku neve basketbollit historikisht do të thotë na ka shërby. Bora në anën tjetër po e zavencon, kështu të thënë po e zavencon Bora këtë edicion. Bora ka bërë një punë të jashtëzakonshme, dhe ajo që na po shohim në realitet Ulpian është se ka qenë një trajner i shtetit, një shteti fqin që thege, ne nuk e duam basketbollin, ne duam me fitu. Që ka sens. Edhe ne duam me fitu. Populli jon don me fitu. Edhe do të thotë ndeshjet e fundit Borës ka pas më shumë shikues se sa ndeshjet e fundit Prishtinës. Fakt. Një gjë që po e vrej është që njerëzit po fillojnë me bë tifo. Unë e dje publikisht të thashtë unë si vjet jam tifoze e Borës. Shumë mirë. Do me thonë qa që më ka pëlqy puna e ekipit Borës, qa që më ka pëlqy puna e trajnerit Zoran Kashellan këtë edicion, pikërisht me ardhin e tij gjithçka ka ndryshu, edhe po më bën kryetar përshtypje fakti që lojtarët vendor i ka angazhu shumë. I kemi parë Rezart Mehmedin, pastaj performancën e fundit të Ron Ukajt, pasi në fund të ditës reprezentacioni i Kosovës fiton nëse një trajner i jep hapësira të tilla lojtarëve tonë. Edhe kjo punë e tij, mu personalisht më ka bërë përshtypje në anën tjetër. I ka pasur edhe disa lojtarë të bankës, si Gent Zeqiri, pastaj është Kurtaj që i ka përdor. Trajnerët tjerë as në listë nuk i kanë i lojnë bankë, edhe ka trajner tash se cili trajner e ka mënyrën e vet që punon. Për këtë arsye, pikërisht veç pse këta lojtarë që po i përmendi i kom pa të i kryjnë detyrat e veta, për që të jam thonë se e Borës si vjet, edhe jo veçon si e thatë edhe ju, kemi parë tifoz tashmë të skuadrës e Borës për një periudhë shkurt. Që është jashtëzakonisht e mirë, do të thotë Bora si klub ekziston që 3 apo 4 vjet. Pikërisht. Domethënë, unë kur po i ndëgjoj
prej komentimeve t'juja, kur për ndëgjaj të thirë Bora, jo sinqerisht e ndi vetën shumë mirë. Shumë mirë, Edhe më vjen shumë mirë, për shkak se Bora është organizim i një grupacionit të njerëzve, të cilët e kanë dash basketbolin gjithë, disa prej tyre kanë qenë pjesë e basketbollit, po që kanë pas një vizion se si me e bo një klub sportiv, në realitet me e bo një klub sportiv ku duan atë vizionin e tyre me shty për para. E tash mund vjen shumë mirë në momentin kur e shoh që kjo pi u shpaguhet. Sepse vërtet të drejtues të Borës, ne kemi pas takimet pa numër të këto vitet e fundit, domethënë derisa kanë mri në këtë pozitë. Por punën të cilën e kanë bë, po shohim që po jap frytet e veta. Jo vetëm me kualifikim deri ku kanë mritur, sepse është, domethënë po t'ja kish ofru besoj dikush këtë situatë Borës, mas aty në 6-7 humbjeve të para që i ka pas, kish thonë, a bën na veç me mbijetu, veç t'jemi në Super League për vitin tjetër. Po tash do të jenë në situatë ku me një fitore mas nesër shkojnë finale. Kështu që këto thirrje Bora, ose kur po i ndjej tu fishklu ose tu reagu ndaj sulmit kundërshtar, mu vërtet më bëjnë më mirë, sepse jemi të kriju një klub, prej kur gjohet jemi të kriju një klub i cili po respektohet. Edhe ti tregon që me punë të mirëfillt, nuk ki nevojë me pas bazën e tifozëve as për sporteve tjera, as nuk me ta pru emri bazën e tifozëve, po baza e tifozëve krijohet sepse ne dojmë me fitu. Kur të fiton, krejt dojnë. Krejt dojnë, fakt. Kryetar, po e lëm tash pak anash këtë anën e analizave, tash po him në këto pyetje pak më direkte. Ma shkurt, po i hina po i hina pak anës personale. A kim ndaj moment kryetar që thoni që për shembull çtoni kisha bu më mirë se që ky lojtar, ose kur je në fush çek që buni, ose për kur e shoh Kosovën të lujt, por ose edhe lojtarët me thonë ku çto çka kisha bu, çka ka në moment kryetari që thotë. Qyre kisha dash me thonë që më konë super lojtar i mirë, se s'u majnë me këta shikues të sotit, se majnë me atë këndysën. Po s'kam qenë lojtar shumë i mirë, po kam qenë lojtar me shumë zemër. Në realitet ajo që ka ndodhur është që përkundër faktit që më kanë thirrë dunda, për shkak se më kanë trash ose mbi peshë qet, domethënë unë kam qenë një përkërcyesve më të mirë të ligës. Por në momentet kur kam luajtur, sepse e kam pas ndjenjën për top. Kështu që shumë shpesh them që top se kisha lshu. Se kisha lshu. Që s'u kishik mu, që top nuk kishik mu. Ka nëse kryetarët se njonin prej lojtarëve më të prafërt me Juve. Tash dikush që thuaj që kjo doket se une, s'kom doket si vetja. Unë s'kom mujt do të s'kom pas kapacitet me lujt as 2004, të në lemo 2024, në 2026 në ku jemi sa. Ka plot lojtarë të cilët janë luftarak, cilët e sheh që vërtet e japin shpirtin në terren, përkundër faktit që do të me thonë kështu që me thonë kapacitetet e tyne janë nën nivel. Kështu që marrë parasysh që e thash këto, nuk kisha dash me ja atribu këtë ngjashmëri me mu asnjë lojtari tjetër. Sepse kisha thonë me njerë me thonë që edhe shkys është një farë lojtari, po për lutë me zemër. Kështu që s'kisha dash me thonë këto, po ka lojtarë të tillë. Mu do të vërtet m'japin kënaqësi fakti që e shoh që përkundër faktit që s'është e din që nuk e ka një anë të fortë, atëherë koncentrohet këtë ato tjerat edhe me që ato me thonë e kompenzon faktin që nuk është aq i mirë sa duhet në një segment. Nga këto përgjigje që i dhat kryetari, ndoshta më ju pyet, a më mirë si lojtar as si kryetar, por më duket e dhat përgjigjen të rreshta. Ma letër si lojtar. A ma let? Ma let. Çka i kish thonë Arbeni si lojtar, Arbeni si kryetar, ose çka i kish kritiku Arbeni si lojtar, Arbeni kryetar, më thonë që tu e kënaqë krejt. Qëre. Me gjithë respektin që e kam për këtë pararencit e mi, njerëz të cilët të më njohin ma mirë e din që kam shumë respekt. Do me thonë, ne kemi pas 3 kryetar para me e krejt, si federat. Do thonë, këto 30 diçka vjetë eksistimi. Se cili për tyne ka bo punën në mënyrën më të mirë që ka ditë. Pasioni për tyne Arben lojtar nuk u kone. Kështu që unë gjithmonë thamë të, mësë matni mu me të tjerët para meje. Pra, për të me gjithë respektin, edhe në kam shumë vlerësim të lartë për se cilin që ka bo. Prej Belulit, të Eroldit, të Fatmirit, cili është tash i falenderona që është në kryetari Federatës Kosovës, deri të one. Po këta s'kanë qenë asnjëni lojtar. Kështu që unë mundohna krejt punë që ati bojmë me kriju një ambient i cili është më i mirë për atë Arbenin 93-ës. Apo kuptan? Po. Na atëherë kemi funksionu që kemi funksionu. Do me thonë, deri 99 kemi funksionu në kushte mbijetese,
unë e quaj periudha e mbijetesës, e ka mbijetu basketbolli, fatmirësisht. Ai këti tash i kishton, sigurisht i kishton, vazhdoj mos me rrit numrin e lojtarëve të huaj, se po marr më shumë parë unë. Si lojtarët e gëzojnë këto tash për shkak se nuk e kemi ndru numrin e lojtarëve të huaj. Ajo që kemi bo në federat, këto vitet e fundit, ka qenë vërtet me mbrojt, me ngulm produktin tonë vendor. Ato që e kemi. Lojtarë tonë vendor, ata që i kemi. Kemi mri me kthy dignitetin për basketbollistat edhe basketbollistat. Kemi mri me kriju profesionalizëm të dyjat. Kjo ka qenë pothuajse e pa rritshme ose e pa paramendueshme 2018 kur kom hiu në federat. Cili kryetar mendoni që u kon ai momenti më i vështirë për juve? Gjatë mandatit tuaj, gjatë gjithë kësaj periudhe, Si kryetar? Si kryetar, do thotë gjatë kësaj periudhe që thoni ky moment ka qenë më i vështirë që nuk më dal prej mendve asnjëherë. Pa dyshim, domethënë se unë jam shumë si tip jam emocional. Në kuptimin e me thonë traumës më të madhe gjatë këtyre tash veç ko kam bo 8 vjetë, është humbja e Gasinanit. Do me thonë, humbja njerëzore, aksidentit që ne kam pësu, kjo ka ndodhë një 2 muaj e gjys 3 masi që jam zgjedhur në kryetar, do me thonë, kam qenë totalisht i humbën. Edhe bile me thonë të drejtën e di që nështë ju kom me veprimet e mija, ose me sjelljet e mija, nështë e kom gjithmonë kom mendu, kom thonë, mos që kom hinë hak dhe familjes ti, në najfar forme. Jo mundu, maksimalisht, po nështë edhe pak rinja dhe pak përvoja e tjera dhe ka qenë shok. Kështu që ai aksident ka qenë diçka që, do më thonë, natyrisht s'ka dashur më përsërit, as më ndodh as kujt, po ka qenë një humbje e madhe. Në kuptim sportiv, kemi hupa shumë me reprezentacion, sa që, do më thonë, mu imi identifiku nështë një 2-3 ku të cilat kanë qenë shumë më të dhimbshme, se në realitet do të o momentet e humbjes të reprezentacionit, në momente kur kemi pas gjasa me bo diçka ma shumë, o momentet e këqija në sport. Është shpërfaqet e aty në momenteve dhunëse, ku e diune, do më thonë, diçka që e di sakt që sportin ton edhe krejt mundin, jo veçtimin, po të ketë komunitetit, e qanë mëra pa 3 vjetë, këto të dhamin mas shumëti. Për aqë sa e di sa unë punoj, dhe sa punoj njerëz në federatës, unë e di që ata të cilët i menaxhojnë klubet, shumë shpesh e kanë ma vështirë. Unë me gjithat e udhëheqin një institucion. Ata e udhëheqin një klub të një qyteti, i cili ka, aqë sa ka dashamir e miq e përkras, ka dhe armiq. Kështu që, kur krejt bashk punojmë drejt një rezultati, edhe në ndodhë diçka totalisht e pa imagjinueshme, edhe e nxitun për një shkëndije që është me fjalë të popullit mualif, dhe me thonë, ajo në bënë më shmend krejt. Pra ndaj edhe jemi vërtet përpiqemi me qenë pa kompromis. Se e di se sa e keqe është që në këtë punë që e ke njës, për cilën për të rej sukses sërish, ke edhe kemi pas sponsor. Po në momentin kur shkon katrahur kjo punë, kush do në me asociu me ty? Ose me këtë emision? Kush do në me asociu me neve, kur thojmë dhunë gjdo të shtu në gjdo djeli? Zdo në me asociu kërkosh. I humbim sponsort, i humbim bërkrajnë në paras publike, që këto e në ato momente cilat mund në realitet më dovin mas shumëti. Pra ndaj edhe me mundu me mishe me shpirt, me ju ikë, për aqë sa kemi, ose me ju ikë. Me evitu, kur muj me evitu, edhe me ndëshku, kur dhe që s'kemi mujt me evitu. Dhe me thonë, me mdo këtë ndava, të këshia të ndava, njaftushëm. Janë sinqerisht ato që nga kam prek jo vetëm juve, po gjithë komunitetin, e po shpresojmë që në tardhmen të mos ndodhen asnjëra nga këto, edhe t'i evitojmë edhe gjithë ato probleme që po na përcjellin në vazhdimsi, po shpresoj që edhe gradualisht edhe ato dhuna, gjithë ato që po ndodhen, kanë filluar në disa vende edhe të fitohet një kulturë sportive. Gradualisht, po shpresoj që në të ardhmen ma tepër e ma tepër. Do është ta me pyte edhe një pytje tjetër prej anës personale, sa kohë, dhe thotë, ju merë, ju vjedh basketbolin nga familja juaj? Dhe thotë, sa kohë realisht e keni të ndalë për familjen tuaj, e di që është shumë shtiri për mendet gjitha ato angazhimet,
edhe a ju i dhënohen bashkëshortja, vajzat, që po më duket na e marim kryenarin në shumë se sa familja. Ka njerë është e vërtet, do të thonë, nuk është konkurenca s'është e barabartë. Natyrisht, sigurisht që familja dhe edhe në veçanti vajzat e mia do të thonë vetë jeta jam, kështu që përpiqem maksimalisht me qenë pranë familjes, pranë bashkëshortës, pranë vajzave, pranë prindve. Po. Me i vizitu për aq sa ka mundësi, fatmirësisht unë kam gjallë të dytë ende. Po basketbolli merr jashtëzakonisht shumë kohë. Do të thotë, në këtë ritëm në të cilin jemi tash, posaçërisht për pranverës e tutje, në VM, domethënë. Unë edhe kur jam në shtëpi, jam mas pari do të thotë unë e kam një punë tjetër, të cilin e bëj, kam një profesion, të cilin e ushtroj. Edhe aty duna me u fokusu, themi, spaku 50% kohës tam. Këtë 50% tjetër, pa tjetër duna me u marrë me basketbol, sepse njerëz një gjë duhen me e kuptu. Shkove në zyra, apo nuk shkove në zyra. Është e pamundur me kalu një ditë. Është e pamundur. Mos me u marrë me diçka rreth basketbollit. Do me thonë, edhe kur jem pushim, edhe kur jem dasëm, edhe kur je kudo që t'jesh, do me thonë ti keme u marrë diçka me basketbollin. Pa tjetër keme u marrë, ka me lindë diçka. Nuk është që i kemi duke udhëheq federatën, ku e dione, norvegjezit basketbollit. Diçka ndodhë të na, gjithmonë diçka ndodhë. Tash, nëse jam në shtëpi, siç kam qenë mram, unë do thot 2 orë gjysmë, ti ke komentu, unë e të kom dëgju. Po, bashkëm punjën ako. Po, ti ke që ti pjesën tonë të punës, unë pjesën tam të punës. Po në ato e shoh për një mesha si punë. Do me thonë, nuk është që e shoh, se tash nëse e shikoj një lojë të basketbollit, siç do ta shikoj të penzojmë të shtunën finalen e BCL-it, unë shkoj ulna edhe kënaqem. E shijon, po. E shijoj 100%, si performancë, si luftë, si përballje, kush është më i miri, kush përfiton e tjera. Po kur e shikoj një lojë tonën, domethënë ato s'më më e shiku pa një dozë presioni, stresi, me qujt frike, për shkak se na jemi të partë, me thonë, kur ka diçka mirë, mi marr meritat. Po dhe përgjegjësinë veç na e marrim të partë. S'paku une. Po. Unë dua me marr përgjegjësi për gjëra të cilat janë totalisht jashtë kontrollit tam. Totalisht. E referoj aut, se referoj aut, ke faull me qëllim, s'ke faull me qëllim, çka kom punën e 80 km larg këtu e këshyr në televizion. Po se edhe nëse jam në terren, s'kam punë aty, s'kam çka me bë. Po dua me marr atë përgjegjësi. Ose nëse ka pas një organizim të keq, të dopt, ose nëse ka pas një lëshim sigurisë, ose nëse ka pas një problem me transmetim. Nja 5 veta më shkruajnë, thonë kryetar që s'po të bën transmetime, po mirë, ç'a më bënë. S'po bën art motion. S'po bën internet. Ku jut art motion. U prish, do të thonë, një bën një farë gjys eksperti edhe i kthy në scenën, është prish kabli, çu i thonë. Fibra, bravo, faleminderit. Fibra s'po punon atje, prit 5 minutës 5 minutë në dytë. Shumë detaje, e tjera. Po edhe eksperti ai arresit, i rishikimit në televizion, domethënë, mu desh më bëu edhe ekspert i kësaj. Ja kena nis krejt më bëu ekspert ata faqe, arresit. Manualin e kom lexuar vjet, e kom su gati për menç. Për me ditë cila situatë bën dhe cila situatë s'bën më. A ka gabime në arrest kryetar? A kur të vinë a ka raste që sheh që për shembull thuhet se po gjyqtari çto? Se unë kam njerë i shoh. Kur e shoh, kur e këshyrin ata në arrest, zakonisht e këshyrin mirë edhe 90% transfer. Që 95% po, veç është 1% e vogël që vjen më kthy mi thonë, Aspesh që e preku, a? Këshyre, ka njerë më shkën dora, kështë të abu, mani nalna se thënë publiku më rapa. Aja arresi, në me tonë, është sa i mira se dhe i kesh. Po. Një gjë që, në me tonë, e kam si ide për vitin tjetër me fund për pozicionit garave, është me thonë. Referi, cili e këshyra arresi, ma shumë se 3 herë ndeshje, ka më dënu një gjiro. Jo pse ke këshyrë, pse të ka thonë, ka lyp challenge. Challenge, po vetë po pse ke edhe nëse ke këshyrë vetë, edhe nëse ke hup challenge. Po. Do me thonë, ka më dënu një ndeshje. Sepse, jo, vish pak. Ma të vëmendshëm. Jo, është ma e thellë kjo. Do me thonë, gjyqtarët, tash e kam bo letë. Aut i Ulpianës, po shkoj për këshyrit në ARS dhe njerë. Aut i Arbenit, po shkoj për këshyrit në ARS dhe njerë, bësha, po sigurona. Sigurona. Jo, ti koncentrohu, këshyre mirë. E po në promë rastin e gjyqtarit Zorapovic, i cili është një gjyqtar mjaft kualitativ shumë pak,
ka ardhur do këtë vish një herë konë prom në ARS, edhe ishi prem kështu të vendime, nuk e ke kur gjo. Është shembull. Arsyeja pse na, po gabimin e bëni ai veç. Bash, Zrapović e bëni gabim. Para syve tike, 2 metra para tike. E preku topin, po ama është normal. Ndodh, kjo gjë ndodh. Ajo që ndodh të ne, është që ne kena ndru propozicionet e garave dhe kena thonë, nëse ja qëllën referi, treneri, se ka pas gabim referi, ka mundësi më përsërit. Po. Ndërsa në botë, referi e ka një coaches challenge. Një, qofti suksesshëm, qofti pa suksesshëm. Po. Ja qëllove, s'ja qëllove, një herë ke drejt me e sfidu. Po. Kaq. Ne kemi ndru në mënyrë që me i siguru klubet tona që nëse e kanë ata me të drejt, kena me pas mundësi sa do me përsërit. Po tash, është i mirë se një farë formë është garant që s'ka gabime. Po. Është i keq se ndeshja po zgjatë 2 orë gjysmë. Ritmi i lojës po hup, dinamika hup. Po. Krejt këto po ftofën edhe lojtarët. Ftofën lojtarët, bëhet nervoz publiku, bëhet nervoz shikuesi në televizor. Ani publiku ata këtë shojnë ma mirë se këtë gjyqtrat, ata brava. Krejt i kanë mendimet e tëne. Si që bëthoni, i ka të mirat edhe këqijat kryetar, jemi tashmë në fund të këthi emisionit par, të flasësh me juve, 4-5 orë kishim me qëto, të bu muhabet, se ka shumë gjona, me gjithatë është vetëm fillimi i këti emisioni, edhe do t'jeni ju, edhe herave... Për vjetorin e parë do t'jem prapë. Përsëri, do t'jemi këtu sot një vjetë, por tash janë këto pytjet me spec, do t'shkojmë shkurt, te këto pytje që topin kompirin e nxehtë. Inshallah për na përgjigjesh kryetar, disa pytje që ndështë edhe pak në siklet mujnë mi u fut. Të provojmë. Ti fazët, Si di pytjet për publikun. Po flasim, jo, nuk i kom kallëzu kur gjot, kështu që... E thash edhe para emisionit, nëse kryetarin kom e njërësit, kush vjen një tjetër këto, lëtë bëhet gati. Kryetari kur më përgjigjet, ju tjerët, me shnet e bafshe. Do të përpisjem. Po startoj me tifaz, kryetar. Tifazët, pasion a problem? Të dyja. Ja, njona. Ma shumë problema pasion, po më nëna? Cili është ma shumë? Ma shumë pasion. Sepse në realitet një proporcion i vogël i tyre janë problem. E keqja është ajo që quhet mob mentality, do të thotë mentaliteti i turmës. Në turm, disa bëhen shumë atrima aty se sa që janë. Unë e shoh njerëz të cilët i njoh prej qytetit. Po. Edhe nuk janë që ashtu të... Unë saktë e di që ai nuk është tipi tillë, domethënë ti mundesh s'po di çka atë me rrok me kerr dhe më së dalë në të bërtit. Anë terren veç. Ideal dikush tjetër. Ma shumë pasion. A ka ndaj palestër kryetar që thu, ku qëto pak me një farë brenge dhe frike hen. Njona pi palestra dhe thu që tutna qëto që mund me kërsit diçka. Në secilën palestër, kur është plot, unë tutna. Jo për veti. Po, për ato që apo ndodh atje. Qa ka me ndodh? Veç për qasha. Na jona pi palestrave që thu është pak ma? Nuk kam një me të thonë të drejtën. Ani dy? Ajo që na ka dëshmu deri tash është do të thotë që edhe në situata kur spritet hiç, si më Prizren vitin e kalum, ku sigurimi hen në konflikt me kryesinë e klubit, domethënë ku mundesh me prit një situatë tillë, s'mundesh me parashiku kërr. Po ndoshta dikujt që mendoni kështu personalisht ju që thuni çto pak ma dy palestra mjet, spidojna, veç 2 pilojna. Pak ma problematike. Ma problematike kohëve të fundit janë përgjithësi. Përgjithësi. Si lojtara, si kryetar. Gjithçysh. Si gjithçysh. Po se janë do të njëjta. Gjithçysh janë do të njëjta. Gjithçysh është trepça. Gjithçysh është një naton. Edhe një që mund më gon? Edhe e dyta, në ditët e veta, Prishtina ka qenë, do të thotë se si palestër është më e rrezikshme për shkak të konfigurimit. Se tifozët janë deri në terren. Po, shumë afër, po. Kur është plot, Prishtina është den me qenë, do të thotë për mua den me qenë e rrezikshme për shkak se është vështirë më menaxhu, se publiku është thjesht krejt tribunat janë deri në pikën 0. Kur jena te Prishtina e përmenda pak më herët që mundeni me pas Prishtinën pak më në zemër. Ka kryetari Prishtinën pak më në zemër se ekipet tjera. Kryetari Prishtinën. Normalisht që profesionalisht e dim që jeni barabart me gjitha skuadrat, nuk e shini në anën profesionale se e dim profesionalizmin. E kom dëshmuar. Por, a e dën kryetari Prishtinën pak më shumë? Natyrisht e dën. Kryetari ka luajtur veç për Prishtinën, të njëjtën e vet. Do me thonë, prej 94 deri në 2003 unë luajm Prishtinë. Kështu që unë e kam të pamundën me fol për Prishtinën si diçka që është e huaj. Po. Prishtina është edhe e jamja. Po e kam dëshmu këto
7 vjet, 8 vjet dhe shko kam bo, do me thonë që jam totalisht i panshëm edhe a zhveshësh prej ides që ajo që është më e mira për Prishtinën është më e mira për basketbollin, zhveshësh. Këto të kesh qartë. Do me thonë, me mpyt mu si vjet, me thonë, a u ka qenë më mirë mu bo Trepsha kampion, a Prishtina, a Ylli, a Peja, a Bashkimi, unë në vlerësimin teme jep veç për ato që unë menoj që është më e mira për basketbollin. 100%. Cila është më e mira për basketbollin, Bashkimi mu bo kampion. Më e mira për basketbollin i shkon me shku, do thotë mas pari Bashkimi ka punë, duhet me pritin finalin, ja, ka të parë. Tash kryetar që unë krejt një zami livdu, pa ajo që e kom rana zemrët, pa e qit ato që e kom në zemrë, nuk ujta. Ty bile dhe skryton, ti e qetë, kështu ma ljetë e sonë. S'po di që me dhonë, mo. Jo, menaj që ata të cilë punojnë mas mire, edhe mas gjati, edhe mënyrën mas strukturume, ata du më bo kampion fund, për mjë donë shambull të tjerve. Kaq, në realitet, të tri këtyre ekipeve që kanë metë sot, edhe Bora, edhe Bashkimi, edhe Trepsha, cilat do që të fiton, të trijat kanë punu mirë. Në nivelin e vetë, në mënyrën e vetë, nën bugjetet, nën kufizimet bugjetore të veta. Shkojmë i kem edhe 3 pytje. Matrona, matleta. Nuk e di vlerësoni vetë. 5 që ma e mirë si pas kryetarit pas luftës. 5 lojtarët ma të mirë pas luftës. Së është fort error. Vishë po më intereson kështu si 5. Mas luftës? Mas luftës 5 ma të mirë. A du me konë me pozita, a 5 ma të mirë. A bon 5 pleja me qenë? A du me konë për krejtë dhe ka pak? Kejt ka pak, po një ditë na unisëm bashkë me kolegët, kërqysh nga delëshin do pozita, kështu që s'pi thom sak, po me i përshtatë. Veç për lojtarë vendor? Vendor, jo, veç vendor. 5 lojtarët ma të mirë vendor pas luftës. Nështë në play, jo nështë, po play do me tonë, më kam pyta dhe ma herët artan me metja Samir Shaptavic, që më kom tonë Samir. Do me tonë, Samiri është, po t'i kish pasë një 10 cm, sigur të kish luajt dikun tjetër, se ka qenë edhe si lojtar i mirë, edhe i menshëm, edhe do të pleja më të mirë që... Edhe në kuptim defanziv dhe ofanziv dhe vizioni për lojnë edhe krej. Në shooting guard, Dardani. Po. Mandej, në small forward, në Aljo. Dikun mes Edos edhe Florianit. Okej. Natyrisht, për në jam pak subjektiv këtu, se ki parasysh, se kom pas bashkëlitar. Dardanin jo, po Edon, Florianin, Samirin po. Dikun me s'kyre 2 kësha qenë. Po. Te lojtarët e qendrës, nështë ta me minu 4-5. 4-5, po. Driloni, Lisi. Okej. Dardani, tash është u bo lojtarë shumë i mirë, më bëtë një 7, po më duke. Ja, u të bo në 7 më bëtë një 7, po nëse duna me zirë, nëse kësha bo një 5 që fri këty në krejtve, atër kësha bo me... Tash një 5 që se cili në prajmin e vetë, se cili në momentin më Natyrisht, momentin më të mirë kur ka lujtë. Besoj që ma e shpejta dhe ma efektivja kishtë qenë Samiri, Dardani, Floki, Florian Miftari, edhe më ndej Driloni me listë. Driloni me listën. Sigurisht i ku me jetë bërsh dikujt, po... Qëtash, në të momente, qëta të kujtun. Ma i miri i gjitha kohërave nëse kishit pas, ju nëse kishit zgjedh në mes dyshës legendare aktualisht. Drilona Irizia, Dardan Berisha. Që kjo fort me spes. Jo. Jo qaq. Jo, a? Okej. Ma i letë se sa që e frita. Kryetarja një zgëzoj bashkë. Besoj që do të të karjerën ma të gjatë edhe ma të bëjshme sportive dhe më përshka këtë pjesëmarrjes në Eurobasket në kampionat me Polonin, besoj që Dardanit, ja kësha donë. Po ta ndëllidhe, po ta bëj përgjigjet me spesën. Të edhin që këna pas në vrejtje prej Drilonit vjetë për faktin që nuk është zgjedh në si ma i mirë i vitit. Si ma i mirë i vitit, po. Edhe unë mendoj që personalisht, mendoj do të që nuk e ka pas vrejtjen pa vend. Nuk e di a ka qenë ai më i miri, po a ka qenë pjesë e pesës më të mirë pa tjetër që ka qenë. Po. Për ma tepër që është kthy prej një situate të pashpresë. Do me tonë ku vërtet unë kam qenë i friksuar për jetën e tij, për të ardhmen e tij, ajo kthye dhe mriti me bëj ekipin e vet kampion. Me gjithë respektin dhe dashnin që e kam për Dardanin, se Dardanin e kam, domethënë, përveç tjera është tash edhe antar të bordit, në lemo kapitenë tjera, mendoj që edhe vërejtjet i ka pas Drila me vend. Do me thonë si pas kryetarit, Driloni
do është më zgjedh më i miri vitit Dardani jo, a? Kryetari nuk merr pjesë në ato Po mirë, nuk merr, po mendimi ka mujt. Ka votu natyrisht si pjesë e bordit, se bordi përfundimisht i merr, e kam konfirmu vlerësimin e komisionit, edhe unë, sikur edhe të tjerët, po them që edhe vërejtja e ndryloni ka mujt me pas me vend. Okej. Për fund kryetare dhe një pyetje, nëse nesër do duhet të jap një ndërheqje, kujt ja kishit besu pozitën, kështu më thonë, që ky person mundet më bëu kryetari i mirë nesër? Nuk është që e kom menu këtë punë bashkë, për shkak se kam... Ka vite hala, po gjithsesi, po ju vjen momente që ja kishit besu dikujt pozitën. Mendoj që në të ardhmen, kisha dashur që pasusja me qenë basketbolist, ose basketbolist. Kisha dashur me qenë njerëz i sportit. Ne i kemi disa njerëz të cilët i kemi eduku, që kanë qenë pjesë sportit, që i kemi eduku për me qenë administrator e menaxher sportiv. E kemi tash edhe Dardanin, masive që përmendëm, do më tonë jemi të equ si vjetë, kemi delegu veç në FIBA për programin Time Out 4. Ajo është një program i marrum për lojtarë të cilët janë në fund karrierës, të cilët dojnë më bo administrator sportiv. Unë mendoj që me qef... A bëhet Dardani kryetari i mirë i federatës? Një ditë, unë besoj që po. Dardani është mas pari është djali kthjellët, e din basketbolin, ka respekt mjaftueshëm, se në realitet, ajo që të vynë për këtë punë është me e ditë edhe me dashtë. Edhe me qeni sinqert, edhe me folë sinqerisht në ato që a mendan. Edhe ai që të si do më sinceritetin e ka... Bindjem për të është pikrisht kjo. Në anën tjetër, për shembull, ne edhe mbrenda federatës e kemi edhe Elvira Dushkun, që është sekretare e përgjithshme ma e... Kam edhe një pyetje kryetar për Elvirën. Edhe Granitin, edhe Adriatikun. Do të kemi shumë njerëz të cilët vjau kësha lonë federatën me thonë, vazhdojnë që aty ku e kemi lonë. Ajo që është në rëndësi është me vazhdu dikush vizionin tanë. Kërë e donë më shumë, Elvirën a Fatonin? Pyetje e ronë kjo, pyetje e ronë. E mira e Fatonit adin që është, që kërkush se donë. Prej klubeve me Nova, unë e kam shumë respekt edhe du Fatonin, se e kam bashkëpuntuar shumë. Këtë fojët i ka Fatonin, gjithë i ka fojët Fatonin. Pa tjetër Fatonin. Elvira si ka fojët. Kur sështë Fatoni, mas një ka Elvira ose Arbeni, më rinë, me shkallë kjo. Apa jaja kretar, kanë e dënë ma shumë Elvirën a Fatonin, që të se dhe ata po presin që ta është me një që të përgjigje. Për afërsi edhe për raportin e kam naturisht Elvirën. Elvirën jam shumë maj afër, se e kam... Keni mbri bashk. Elvirën e kam, që shme tonë, pikën e partë kontaktit edhe kur flasë për Fatonin edhe me Fatonin. Më do në veç me drejtorat edhe me Elvirën flasë drejt për drejti, me të tjertë krejt flasë për nësë Elvirës, që ato e kam shtyllë. Gjithsesi e puna këtë pyetje se e di me thatë edhe jo, ca ki tifozve më shumë të jeni Fatoni i pare, e tani ju edhe Elvira, edhe kjo treshe të qyshti kejtë e hajnë, që thonë. Tash edhe një anekdot vogël këto. Ishim të këqyr një prej lojve, qëto edhe ullë dhe të qika me, si, këmaru cila. Aty dhe tha, babë tha që apo kënojnë që ta, babë thash për momentin ty po të shajnë. Pa qysh mu tash po, edhe ty, se qysh krejt po mi shajnë, edhe ti e në pjesën e qasaj. Edhe ty po të kapë. Pse ty, tash po pse dhe pse, që ku jam monet bashkë me ty, po ja që ka një rehan një të tilë. Edhe ne po hajmë të shame, në vazhdimësi, jemi mësu mujnë, na u kam bo në baza editore, te i kalushme, e kuptushme. Një gjo duna me thonë. Po. Me thonë. Agendë që rjedhë prej asaj shpije që unë e drejtoj, nuk ka. Sigur nuk ka. Do me thonë, për 6 vjetë, i kemi nëzirë 5 kampionat në reshë. Si vjetë vitin e 7, mund të nëzirëm edhe një 3 borën, nëse shkon finale dhe fiton krejt. Kështu që... Ndodhë. Mund ndodhë, pse jo. Do me thonë, kështu që vërtet, aj që punon më smiri, aj bëhet kampion në fund. Duhet me pasën një dozë të fatit sportiv. Këto nuk bënë mas trahu. Normalisht. Mendoj që humbja e lojtarit hëtë, do me thonë, është humbja madhe për borën. Në serim finale ne kemi pas momente kur kanë hup ekipet tjera kanë hup lojtarë. Lojtarë, po. Edhe me aq... Lëndimet mund të një lëndim edhe ndikon shumë. Kryetar, faleminderit shumë, ishte kënaqësi, i prekëm disa tema, i prekëm disa gjëra edhe personale t'ju të cilat nuk janë dëgjuar. Këto pyetjet me spec kanë pak me spec më të lehtë kanë. Po tash keni qellu kryetar, se ata tjerë kur të vinë ata ndryshe kanë me pas. Kënaqësi, e zgjatëm sot pak më tepër se sa edhe që kemi parashikuar, megjithatë ishin tema shumë
të rëndësishme, edhe gjanat bukra që i falem. Kënaqësitë e nisim bashkë këtë rrugtim, suksese juve në vazhdim, dhe po shpresojmë që veç të shohim basketbollin duke u ngritur më tepër. Faleminderit shumë ty për ftesën, vërtet kënaqësi që e bëdhëm këtë bashkëbisedë bashkë. Po shpresoj që kur të vitash, mas një viti që shelam, para fundit stinorit të ardhshëm ndikon, pyetjet me qenë edhe më djegë se sa kjo, që po ta kthej topin. Kompiri në nxehtë nuk ke shumë i nxehtë. Jo, ta manke, jo, s'ka basi. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për momentin pra ishim me kryetarin e Federatës Arben Fetaun, e kam thënë në intervista tjera, më i madhi i basketbollit kosovar, pikërisht me më të madhin e basketbollit kosovar, po e nisim edhe këtë rrugtim të podcastit 1 me 1, do të bëhet më i nxehtë gradualisht, e patëm pak në dozë më të lehtë sonte me kryetarin, por nuk do të thotë që do mbesim me kaq në vazhdim. Për sonte, unë ju uroj një natë të mirë, ndërsa ne do të shihemi përsëri të premten mbrëma.